Klori në pishinë mund të dëmtojë shikimin, si të mbroni syt gjatë natit. Klori mund të jetë më i rrezikshëm se sa mendoni. Vera është shumë afër dhe temperaturat e larta, së bashku me shoqërimin me familjen dhe miqt, e bëjnë pishinën vendin ideal për të çlodhur dhe freskuar. Edhe pse pishinat me ujë të kripur po bëhen gjithnjë më të zakonshme, shumë prej tyre ende përdorin klorin, një kimikat i njohur për shkaktimin e skuqjes së syve pas ekspozimit të zgjatur në ujë. Megjithatë, sipas oftalmologëve, ekspozimi i vazhdueshëm ndaj klorit mund të ketë pasoja serioze për shëndetin e syve. Klori dhe syt, më shumë se sa thjesht skuqje. Uji i kloruar është standard në shumicën e pishinave publike dhe private, por pak njerëz e dinë se çfarë dëmi mund të shkaktojë syve. Instituti Katalanas i Retinës paralajmëron se kontakti i syve me klorin mund të çojë në sindromën e syrit të thatë, një gjendje në të cilën dëmtohet filmi lot sjellës dhe lotët prodhohen më pak ose jo mjaftueshëm. Kjo është një nga problemet më të zakonshme që lidhen me notin në pishinë. Klinika Pasteur raporton gjithashtu një incidencë të lartë të konjunktivitit, inflamacion i konjunktivës të shkaktuar nga acarimi me klor. Simptomat përfshin skuqje, kruajtje dhe lotim të tepërt. Një problem tjetër është se disa mikroorganizma mund të mbjetojnë në mjedise të kloruara. Paralajmëron Akademia Amerikane e Oftalmologjisë. Këto mikrobe mund të shkaktojnë infeksione dhe, më rrallë, keratitit, një inflamacion i kornesë. Në raste të rralla, mund të ndodhë edhe turbullimi i shikimit, veçanërisht te personat që notojnë shpesh pa mbrojtje për syt. Si t'i mbroni syt në pishinë? Oftalmologët theksojnë se masa të thjeshta mbrojtëse mund të parandalojnë probleme serioze. Përdorni syze noti sa herë që hyni në pishinë. Ato krijojnë një barierë efektive midis syve tuaj dhe substancave të dëmshme në ujë. Pasi të dilni nga pishina, shpëlani syt me ujë të pastër për të hequr mbetjet e klorit. Mos hyni kurrë në ujë me lente kontakti. Ato mund të strehojnë baktere dhe të rrisin rrezikun e infeksioneve serioze, madje edhe të dëmtimit të përhershëm të shikimit. Nëse vini re skuqje, kruajtje, dhimbje apo turbullim të shikimit, drejtohuni menjëherë te një mjek okulist. Veprimi i shpejtë mund të parandalojë komplikime serioze. Shijimi i pishinës mund të jetë i sigurt dhe i këndshëm, por vetëm nëse mbani mend se sytë tuaj duhet të mbrohen po aq sa edhe lëkura juaj. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.